Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kam bërë një blerje me një shumë të lartë, por me shumë vlerë për mua, sepse kam blerë diçka që kam dashur vite ta blej. Dhe ka kushtuar 700 euro, siç e pa dhe nga titulli. Produkti që kam blerë është DJI Osmo Pocket 3. Kam blerë kamerën më në fund mbas 3-4 vjetë që e dua, që ku kam njësë YouTube-in, kam dashur kamerë, ka pasur diçka që më pengonte, jo se dia do dita përdor, jo kështu, jo ashtu, kështu që më në fund vendosa ta blej. Dhe kam marrë këtë, që është kamera më virale për momentin e këtij viti, dhe ka shumë gjëra cool të kësaj kamerës. Kam marrë Creator Combo dhe hapim bashkë të shohim çfarë ka brenda. Dhe jam very grateful, excited and very happy që e bleva. Tashi të kalem tek unboxing. Ndërkohë që hapet, kam marrë kartën e memorjes për kamerën. Kjo tip kamere suporton vetëm këto të voglat, jo të mëdha, kështu që mu desh të merrni të vogël. Për momentin e kam marrë 64 GB, sa për të filluar dhe pastaj do shoh. Sa e lumtur jam. Kutia nga afër. Kamera është më e vogël se dora ime, do ta shikoni. Është një kamerë shumë e rehatshme për njerëzit që janë të turpshëm edhe nuk duan të nxjerrin një kamerë të madhe apo telefonin. Do ta shikojmë bashkë, ka shumë varietete shumë të mira për content creator. Atëherë. Okej, kemi këtë kutinë. Kemi këtë, këtu ndodhet kamera. Kjo është vetëm kutia bosh. Atëherë këtu kemi stickers edhe butollëqe tjera që këtu nuk është janë shumë të rëndësishme. Kalem të kjo kutia këtu. Nuk e di është si ndër e për realitet këtë moment. Është kasa e mbrojtjes. Kjo është kasa mbrojtëse e kamerës. Dhe po më besoni që kamera është kaq. Pak a shumë kaq e gjatë. Me material silikoni nga jashtë. Këtu brenda është kamera që vjen kur merrni në Creator Combo. Vjen në kasën e saj. Ka një kualitet shumë të mirë. Edhe unë nuk më besoj që po e kam në dorë këto momente. Do hapim. Kjo është bateri ekstra edhe është përdoret si mbajtëse. Ka 2 bateri. Kur bleni vetëm DJI Osmo pa Creator Combo, ju vjen kamera bashkë me këtë dhe me këtë, edhe asnjë gjë tjetër. Por kur e bleni me Combo Creator, kemi gjithashtu mikrofoni DJI, që e shikoni në çdo video TikTok-u, YouTube-i, edhe Bledi Fevziu ka këtë. Është një markë shumë e mirë telefoni dhe do bëjmë testin pastaj të zërit e kamera, por vjen me mikrofonin. Ripi që vendos kamerën që mos u bie dhe besoj do ta përdor shumë. Pushi për mikrofonin. Vendosët tu që del zëri më qartë dhe bën cancel gjitha ato zhumat e padëshuara në video. Tjetër, kemi kajkusin. Prisni pak tash se do më shifni shumë vite duke folë kështu, që ka shumë motivuese dhe shumë. Okej, kjo është magneti. Mund ta vendosni tek bluzja ose kudo tjetër, e keni me kapse ose me magnet. Është objektivi i kamerës për të bërë wide angle. Do bëjmë testin e kamerës pastaj. Dhe bashkë me të vjen edhe ky tripodi, që është shumë praktik, mund ta bësh edhe për ta mbajtur si mbajtëse. Look. Shikoni, ajo thash që është sa dora ime, është kamera. Shumica e majnë kështu. Edhe kur I vendosni këtë, mund t'i vendosim këtë. Bëhet shumë e gjatë, por e keni me vete kur doni ta vendosni si tripod. Look. Okej. Dhe kjo tjetra, unë besoj këtë do përdor më shpesh sepse është më e gjatë dhe po karikohet. Është dhe karikus edhe mbajtëse dhe gjithashtu mund vendosni tripodin. Një 360 gradë. Jam shumë e lumtur. Pse kam zgjedh këtë kamerë? 1. Isha midis Sony ZV-1 dhe kësaj.
Sony zëvënishi është kamerë më profesionale, ke ndoshta kvalitet pak më të mirë, ka më shumë programacion për film, për të bërë film, se është kinematografike, por kjo ka disa avantazhe që Sony nuk i ka. Atëherë kjo është e vogël, kështu që mund ta fus në xhep, në çantë, kudo dhe ka me vete. 120 gram. Është 120 gram vetëm kamera, është shumë e lehtë, dhe si shikoni shumë e vogël. Edhe kur ecën rrugë nuk është cringe, nuk është e çuditshme apo nuk vjen ciklet, domethënë kur po filmon. Kjo filmon ka këtë gimbal që është stabilizim, e ka vetë kamera, që unë do ta shkojmë tek testi i videos pastaj, por mund ta lëvizish kudo, kjo nuk dridhet. Nuk e di e keni parasysh, po kur filmoni një video edhe ju dridhet duke ecur kështu, kjo nuk e ka atë, e ka stabilizimin shumë të mirë. Dhe kjo ishte një nga pluset më të mëdha, sepse Sony nuk e ka. Duke parë që unë bëj video duke ecur jashtë, edhe video të ardhshme do jenë udhtim, nuk e di çfarë del. Kjo ishte më përshtatshme për mua, edhe më praktike dhe më kompakte. Kështu që ishte pika e madhe. Pika tjetër është që ka kur po filmon me telefon, telefoni është shumë i zoomuar dhe duhet ta shqosh shumë larg dorën ose të kesh një tripod që të kapet pak më shumë pjesa mbrapa. Kurse me këtë është vetë kamera është pak e larguar, kështu që mund ta marrësh kaq dorën edhe duken shumë korniza, domethënë si quhet peizazhi, dhe plus vjen me këtë lensin, objektivin e vet, që e bën akoma edhe më shumë mund të kapish, nëse do të kapish peizazhin, backgroundin më shumë. Mikrofoni. Nuk do ta shikoni që është një ndryshim, bën shumë ndryshim të madh në zërin. Tani le të shkojmë tek hapja, okay? Do ta hapim. Dhe me bismillah. Ones? Shiva. A dukem? Unë po bëj pak, po e lidh pak me telefonin dhe do shpjegoj pastaj me aplikacionin që kam në telefon dhe rikthehem, okay? Kjo është kamera. Tani do ju tregoj disa gjëra super që kjo kamera i ka. Hello. Oh my god. Stop following me. Okay. Ka këtë. Domethënë që kur je vetëm nuk ke nevojë për një kameraman. Domi ka shpëtuar, e kam hequr nga puna se tash vendos këtë në tripod ose diku tjetër dhe më ndjek kudo që shkoj. Pjesa tjetër, përveç Creator Commons që ju thash është super që vjen me mikrofon me gjëra tjera, ka stabilitet shumë të mirë, edhe është i lehtë për të përdorur. Tani do shoh disa video YouTube që ta bëj që të vendos ngjyrat, të luaj pak me ngjyrat, me dritat e këto që të bëhet sipas dëshirës time, dhe do bëj pastaj video testet bashkë me zërin, me mikrofon, pa mikrofon, zoomi, me qira fjalë të zoomi. Zoomi e ka zoomin, nuk është arma e fort, e sa e fort, nuk ka zoom shumë të mirë, ka minimal, bazik, por që nuk është arma e fort, nuk është zoomi. Kështu që kjo mund të jetë një inconvenient nëse ti kërkon tek një kamerë zoom, kjo nuk është. Pastaj do i blesh shumë aksesore, ka shumë gjëra të bukura që mund t'i blesh, shumë lense cool që mund t'i blesh, por që për mua nuk më duhet shumë zoomi, domethënë zmadhnimi tek kamera, dhe më duket perfekte. Ka një kualitet shumë të mirë në low light, kur është errësirë, kur është natë, kur janë dritat kështu në natë, ka një program special vetëm për low light. Kështu që mode, edhe i ka shumë të qarta. Do ta përdor, për momentin mua më duket shumë e mirë. Do shohim më vonë, por për mua është një 10 out of 10 dhe shpresoj të bëj video të bukura edhe profesionale. Kështu që do ju vendos ato testet e kamerës dhe shihemi në video të radhës. Bye! Atëherë, prova 1, 2, 3. Tani kemi dalë që të shkojmë në supermarket.
do blem disa gjëra dhe një të kohë po filmoj, po shikoj kualitetin e videos. Ky është zëri me mikrofon dhe besoj është shumë crisp. Ky është zëri pa mikrofon. Besoj që ishte më mirë para, sepse kjo gjëja këtu i dëgjoni gjitha zhurmat, mikrofoni i anullon këto zhurmat. Shive, unë do vrapoj, ja, po vrapoj, po e luj dorën nalt e poshtë dhe kualiteti është. Shive mund që heci kështu. Kush kam te? Tani po ju bëj këtë fokusimin. Duke ecë. Edhe fokusimi është super tek objektet. Do keni më shumë updates nga këtë kamerë, por ja u rekomandoj me 100% nëse doni të filmoni më mirë, më shumë edhe pa turp. Nga ne të dy. Goodbye. Bye bye. Bye.